besimtar. Allahu I madhëruar thot në Kur'anin famlar: "Kul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Thuaj o ju robërit e mi që I keni tejkaluar veten tuaj me gjunahet, me punët pahishme, që I keni ngarkuar veten tuaj me aq shumë mëkate, me aq shumë mosbindje ndaj madhështisë dhe ndaj nështrimit të Allahut Azza wa Jall. Me anë të pesimizmit, me anë të humbjes së shpresës që shejtani u mallkuar ju sulmon duke ju bërë që mos keni shpresë, që mos shpresoni në faljen e Allahut Azza wa Jall, Zoti I gjithësisë I drejtohet neve, a drejtohet robëve të Tij që jemi mëkatar, që jemi gjunaqtar, duke na thënë: "O ju robërit e mi që e keni ngarkuar veten me shumë gjunahe, as sesi asnjëherë mos e humbni shpresën nga mëshira dhe nga falja e Allahut Azza wa Jall, sepse në të vërtetë Allahu Zoti I botëve I fal të gjitha gjunahet, sepse në të vërtetë padyshim që ai është falës I madh dhe ai është I mëshirshëm me robërit e Tij. Esenca e krijimit të universit padyshim që qëndron tek mëshira e pafundme e Allahut Azza wa Jall. Në çdo gjë që ne shohim, në çdo gjë që ne përjetojmë, në çdo mirësi, në çdo gjë që Zoti e ka nështruar për t'i shërbyer njeriu në tërë universin, në tërë planetin tonë, çdo gjë që ne shohim, hidrogjeni, oksigjeni, ajri që ne shohim, dielli, çdo gjë, nata, dita, uji I pishëm, gjitha mirësitë Zoti I ka nështruar vetëm për t'i shërbyer njeriu, dhe kjo është esenca, si thuash, është shfaqja më e dukshme, dhe shfaqja më e dukshme dhe esenca e çdo gjëje që ka krijuar Zoti padyshim që është mëshira e Allahut Azza wa Jall, dhe mëshira ime ka tejkaluar zemrimin tim, thot Allahu Azza wa Jall. Po të flasim sot për një hadith kutsi që është një sihariq, që është një përgëzim për tërë ne, për të tërë njerëzit që bëjnë mëkate, sepse çdo biri I Ademit është mëkatar, dhe më I miri prej atyre që bëjnë mëkate, që bëjnë gjunahe, janë ata që pendohen, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Nga Enes ibn Malik radhiyallahu anhu thot: "Sami'tu Rasulallahi sallallahu alaihi wasallam yaqul", kam dëgjuar profetin alayhi salam të thot: "Qala Allahu Ta'ala", ka thënë Allahu I lartë madhëruar, Allahu Azza wa Jall. Pra është hadith kutsi: "Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali." O biri e Ademit, thot Allahu Azza wa Jall, përderisa ti do të më lutesh mua dhe do të shpresosh prej meje, unë ti fal të tëra gjunahet dhe kjo gjë nuk më pengon fare, thot Allahu Azza wa Jall. "Ya ibn Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama'i thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali." O biri I Ademit, në qoftë se mëkatet, gjunahet e tua do të arrinin deri në majën e qiellit, thot Allahu Azza wa Jall, unë dhe pastaj ti duke pasur kaq shumë mëkate dhe kërkon falje nga unë I fal të gjitha gjunahet dhe kjo gjë nuk më pengon, nuk është as pak e vështirë për mua, thot Allahu Azza wa Jall. "Ya ibn Adam, innaka law ataytani bi qurabil ardi khataya thumma la ataytani bi qurabi ardi al khataya la ataytuka bi qurabiha maghfiratan." Thot o biri I Ademit, qofse ti më vjen me gjunahe sa e tërë bota dhe vjen tek unë me këto gjunahe duke mos më bërë shirk mua, duke mos më adhuruar tjetër kënd veç meje, pra të më adhurosh vetëm mua, unë të vi me falje sa e tërë toka, thot Allahu Azza wa Jall, dhe kjo është mëshira e Allahut Azza wa Jall të nderuar besimtar. Pra, thumma laqitani
La tushriku bi shay'an la ataytuka bi qurabiha maghfiratan. Pa nëse ti vjen me kaq gjunaje sa e tërë toka, por me gjën më të rëndësishme, më parësore që ne kemi ardhur në të botë është që të adhurojmë Zotin e gjithësisë, dhe të heqim dorë nga idhujtaria, nga shirku, nga shoqërimi i shirkut tek adhurimi i Allahut Azza wa Jall. Kur ti më adhuron mua dhe të kesh gjunaje sa e tërë toka, unë të vi me falje sa e tërë toka, thot Allahu Azza wa Jall, dhe kjo gjë nuk është as pak e vështirë për mua, thot Allahu Azza wa Jall. Gjëja e parë që përmendet në këtë hadith është, përderisa ti më lutesh dhe shpreson nga mua, unë do t'i fal të gjitha gjunahet, thot Allahu Azza wa Jall. Dua wal ibada, duaja, lutja që ti lutesh Zotit të botëve, Allahu Azza wa Jall, kur ti e ke njohur dhe e madhëron dhe shpreson çdo gjë nga Allahu Azza wa Jall dhe i ngre duart lart dhe i lutesh sado të shumta dhe të mëdha të jenë gjunahet e tua, ti i lutesh Allahut Azza wa Jall dhe ai i fal mëkatet e tua kur ti i ngre duart lart. Prandaj njeriu duhet të jetë shpresplot, duhet të bëj lutje të vazhdueshme edhe kur nuk i pranohet duaja, lutja e tij, ai nuk duhet ta shkëputës asnjëherë duan, por duhet të jetë ta bëj dua në mënyrë sistematike të vazhdueshme dhe ta bëj këtë pjesë të karakterit dhe të nënshtrimit të tij, sepse vetë duaja është adhurimi, thot profeti sallallahu alaihi wasallam, dhe njeriu duhet të jetë shpresë plot tek mëshira e Allahut Azza wa Jall. Ana inda dhanni abdi bi, un jam ashtu sikurse më mendon robi im, thot Allahu Azza wa Jall në një hadith tjetër kursi. Nëse ti e mendon Zotin që ai do të fal, ai është i mëshirshëm, me pa dyshim Allahu Azza wa Jall do të fal, do të mëshirojë mëkatet, gjunahet që ti ke bërë në këtë botë të përkohshme. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dhe ka thënë Zoti juaj, lutmuni mua dhe unë do t'ju përgjigjem, thot Allahu Azza wa Jall. Duaja kur të bëhet, duhet të bëhet me bindje të plot, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Ud'u Allaha wa antum muqinuna bil ijaba. Kur të luteni Allahut, lutuni në atë formë me bindje të plot që Allahu do t'ju përgjigjet duas, lutjes tuaj. Pra kur të luteni mos thoni o Zot, nëse ti do bëje këtë dhe inshallah kjo të bëhet apo mos bëhet. Por lutu me bindje të plot tek madhështia e Allahut Azza wa Jalla dhe thuaj o Zoti im, un kam bërë plot mëkate, por ti je i mëshirshëm, një falës i madh, prandaj fali mëkatet, gjunahet që un kam bërë. Lutu me bindje që Zoti është falës dhe është i mëshirshëm i madh. Pra lutuni duke qenë të bindur që lutja juaj do të pranohet, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Wa'lamu anna Allaha la yastajibu du'an an qalbin ghafilin lahi. Dhe dijeni, thot, që Allahu nuk e pranon lutjen e atij njeriu që ka një zemër të shkujdesur dhe jo të përqendruar tek mëshira dhe tek madhështia e Allahut Azza wa Jall. Pa një zemër që është e udhëtuar me bukuritë kalimtare të kësaj bote, një zemër që ka harruar madhështinë e Allahut Azza wa Jall, pra në radhë parë duhet pastrohet zemra, të adhurohet Allahu Azza wa Jall dhe të lutemi me bindje Allahut Azza wa Jall. Gjëja tjetër që përmendet në këtë hadith është të kërkuarit të faljes. Të gjithë ne bëjmë mëkate. Mëkatet tona nuk numërohen, janë të shumta që i di vetëm Zoti i gjithësisë. Thot Hasan el-Basri, sikur Allahu mos të ishte mbulues i mëkateve dhe njeriu pasi bën të mëkate, pra ne sikur të bënim mëkate dhe kjo gjë të shfaqej me një aromë të keqe tek njerëzit, atëherë thot njeriu nuk do të rrinte dot afër njeriu si shkak, si pasojë e mëkateve të shumta, si pasojë e gjunaheve të shumta që bën njeriu. Por Zoti është mbulues i të metave, i gjunaheve tona. Ai është i mëshirshëm dhe i mbulon mëkatet tona të nderuar besimtar, dhe kjo gjë njeriu duhet ta shoqërojë duke i kërkuar sa më shumë falje Zotit të botëve. Astaghfirullah. Profeti alayhis salam thuhet që 70 herë dhe një transmetim 100 herë në ditë i lutej Zotit, o Zot më fal mua. Dhe pas çdo namazi ai që na mëson i nderuari profeti alayhis salam na mëson që të themi 3 herë astaghfirullah, o Zot më fal, o Zot më fal. Dhe kjo është një lutje e natyrshme që njeriu ka pranuar që është gabimtar dhe Zoti është falës dhe është i pagabueshëm,
dhe është nënshtruar madhështisë së Zotit gjithësisë, dhe ai në heshtje i lutet Zotit për gjitha mëkatet që i di që i kujtohen apo që nuk i kujtohen, për mëkatet që i ka bërë haptas edhe fshehtas, dhe ai lutet Allahut azza wa jall duke thënë o Zot më fal, o Zot më fal. Dhe kur njeriu këtë bën pjesë të natyrshme të përditshme së tij, kur ai çdo ditë me qindra herë i kërkon falje Allahut azza wa jall, atëherë njeriu jeton i qetë. Njeriu gjen lumturinë e brendshme edhe pse ai ka gjunahe, kur ai çdo ditë me qindra herë i kërkon falje Allahut azza wa jall për mëkatet, për gjunahet që ai ka bërë, ai kërkon vazhdimisht falje Zotit gjithësisë dhe njeriu në këtë formë kupton që ai është qenie e gabueshme, është qenie e vogël dhe nuk ka kohë të merret me mëkatet e tjerëve, por sheh mëkatet e tij dhe menjëherë i kërkon falje Zotit të botëve. Por ajo që ne duhet kemi kujdes çdo besimtar, siç thot profeti alayhis salam, wailul lil musirrin. Mirë për ata që tregojnë këmbëngulje tek gjunahet e tyre. Njeriu pasi ka bërë mëkatin duhet të pendohet, duhet të jetë i sinqert, pendohet, ketë një pendes të thellë, të ketë ti mundsohet një largim i menjëhershëm nga një mëkat që i ka pranuar dhe e di që është gabim, dhe vendimi që ai mos ta bëjë më këtë gjë dhe të pendohet para çastit që t'i vi agonia e vdekjes. Kanë thënë dietarët, këto janë kushtet që të pranohet pendimi tek Allahu azza wa jall pa të hequr dorë. Kur njeriu ka ndënguar në një gjuna, kanë thënë dietarët, la sabiratan ma'al israr wala kabiratan ma'al istighfar. Thot gjunahu sado i vogël të jetë, por kur njeriu e bën me këmbëngulje dhe e bën në mënyrë të vazhdueshme, duke e shpërfillur rëndesën e madhe tek Zoti i gjithësisë, është një mëkat ndoshta shumë i vogël. Ai e shpërfill dhe e bën me këmbëngulje duke e ditur këtë gjë, kjo është një barrë e rëndë tek Allahu azza wa jall. Wala kabiratan ma'al istighfar. Ndërsa nga ana tjetër njeriu mund të bëjë një gjunah të madh, por bën një pendim aq të sinqert tek Zoti i gjithësisë, gjunahu i madh mund të shihet. Ndërsa gjunahu i vogël kur bëhet në këmbëngulje, ai e shparos njeriu, ai e zhduk qetësinë e tij shpirtërore. Ai e bën zemrën e njeriu të zezë, e bën skëter, e shparos ndjenjen e saj dhe e bën të shkujdesur dhe e bën të papërqendruar tek madhështia e Allahut dhe e bën të shkujdesur, e bën të allakatur në jetën e tij të përditshme kur ai një gjuna të vogël e bën me këmbëngulje dhe e bën me moskokçarje nga duke mos patur frikë dënimin e Allahut azza wa jall, siç thot i dërguari i Allahut, wailul lil musirrin alladhina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ata që kur e bën një mëkat e bëjnë në mënyrë të vazhdueshme, e bëjnë me këmbëngulje dhe duke e ditur këtë gjë që është gjuna. Profeti alayhis salam na mëson që mënyra më e mirë të kërkuarit falje Allahut azza wa jall është sayyidul istighfar. Duaja që thot profeti alayhis salam, ai njeriu që e bën mëngjes, e bën me bindje të plotë duke shpresuar tek Zoti i gjithësisë dhe vdes atë ditë në mëngjes, ai njeriu do të hyjë në xhenet. Dhe ai njeriu që bën këtë lutje me shpresë dhe besim tek Zoti i Madh dhe bën në mbrëmje dhe vdes atë natë, ai njeriu do të hyjë në xhenet, thot profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo është pikërisht lutja Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Thot o Zoti im, ti je krijuesi im i vetëm që më ke krijuar dhe vetëm ti meriton të adhurohesh me drejtë. Unë jam robi yt dhe unë jam në beslidhjen tënde dhe në premtimin tënd aq sa unë kam mundësi. Unë e pranoj për gjitha mirësitë që ti më ke dhënë. E pranoj që edhe unë bëj shumë gjunahe, por unë kthehem tek ty. Dhe unë me gjithë gjunahet që unë kam e di mjaft mirë që gjunahet e mia nuk i fal askush tjetër përveç teje o Zoti i gjithësisë. Prandaj të lutem, fali mëkatet e mia, është sejidul istighfar, si thua zotëria të kërkuarit faljes kur ne kemi plot mëkate. Ebu Bekri radiallahu anhu i tha profetit alayhis salam, o i dërguari i Zotit, më mësoj një lutje që unë ta them gjatë namazit tim. Më mësoj një dua që unë ta them gjatë namazit tim. Dhe profeti alayhis salam më mësoi duke i thënë, thuaj Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. O Zoti im, në të vërtetë që unë i kam bërë shumë padrejtësi vetes time. Kam bërë shumë gjunahe, por unë e di që gjunahet e mia ti i di mjaft mirë dhe askush tjetër veç teje nuk ka kush t'i falë mëkatet dhe gjunahet e mia. Prandaj më jep një falje të tillë ashtu siç ta jep ti një falje shumë madhështore. Siç falja jote është aq madhështore, atëherë më jep një falje të tillë madhështore nga falja jote e madhe. Dhe në mëshiro mua sepse në të vërtetë ti je falës i madh dhe ti je i gjithëmëshirshëm, e mësoi profeti alayhis salam Ebu Bekrin radhiyallahu anhu. Prandaj përpjekja për të qenë njerëz më të mirë, për të fshirë gjunahet tona është një përpjekje e vazhdueshme. Dhe ne si njerëz të gabueshëm asnjëherë nuk duhet ta humbim shpresën nga mëshira dhe nga falja e Allahut azza wa jall. Sa do të mëdha të jenë gjunahet tona, sa do të shumta të jenë gjunahet tona, ato asnjëherë nuk bëhen dot më të mëdha se mëshira e Allahut azza wa jall. Prandaj kuptoje gabimin që ke bërë, pendohu tek Zoti i botëve. Jepi shpresë jetës tënde. Filloi një jetë të re duke adhuruar Zotin e gjithësisë, duke hequr dorë nga shoqëria e keqe, duke hequr dorë nga veset e këqija, nga veset e liga. Përkushtohu në adhurimin ndaj Zotit tënd, përkushtohu në familjen tënde, bëhu i dobishëm në shoqërinë tënde, bëhu i dobishëm për vendin tënd. Adhuroje Zotin e gjithësisë, sado mëkate të kesh, ktheu tek ai, ngri duart lart dhe me gjuhën tënde të brendshme, me gjuhën e zemrës dhe të shpirtit, lutu Zotit të botës dhe kërkoj falje atij në gjuhën tënde, shqip ashtu siç të vjen nga shpirti yt, dhe kërkoj falje Zotit të gjithësisë, asnjëherë mos e humb shpresën nga mëshira e Zotit të botëve, sepse ajo derë e faljes dhe e mëshirës dhe e shpresës nga Zoti i botëve është e hapur deri në momentin që njeriu i vjen ballafaqimi me vdekjen. Deri në atë kohë, dera e pendesës e faljes është e hapur dhe askush nuk guxon ta mbyll këtë derë që e ka hapur i gjithëmëshirshmi, mëshirëploti që është Allahu azza wa jall. Prandaj o birë Ademit, qofse ti më vjen me gjunaje sa e tërë toka dhe nuk më bën shirk mua, unë të vi me falje aq sa është e gjithë toka, thot Allahu azza wa jall. E lutim Allahun azza wa jall që të na falë, që të na mëshirojë dhe të na beqatojë me mirësitë e tij. E lutim Allahun azza wa jall që të na jap të mira në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të gjithë së bashku të na ruaj nga zjarri